Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Eriola, jam e lumtur që ndryshe nga 7 vite më parë, sot nuk rrëfej dhimbjen, por ndaj lumturinë me ju. 7 vite më parë, jeta ime dhe 3 motrave të mia ndryshoi përgjithmonë. Humbëm prindrit tanë në një aksident me motor. Në atë moment, unë ndjem të vogla dhe të humbura pas një nguri. Mbetëm në shtëpi me gjyshërit e tanë e moshuar, të cilët humbën djalin dhe nusen. I ura hallit të na risnin, ne, 4 motra e cila për njëra ende shumë e vogël. Shtëpia jonë e vjetër u bë më e zhymë se qishte. Në çdo dhomë rinte e mbushur me kujtimet e mamit dhe babit, kujtime që në dhëmnin. Por jeta ndonjëherë sjell dritë pikërisht aty ku duhet, ku duket se ka mbetur vetëm errësirë. Për ne kjo ishte, për ne pa një emocione. Për ne kjo dritë ishte fundjava ndryshe. Ky fondacion që na zgjati dorën kur ne nuk prisnim asgjë. Na morën prej Dibre dhe na sollën në Tiranë, në një shtëpi të re, një shtëpi që nuk na kujtonte më dhimbje. Një shtëpi që as nuk e kishim më ndëruar. Na ndihmuan ekonomikisht, na regjistruan në shkollë, na dhanë sigurinë që u mungonte ditëve tona. Dhe mbi të gjitha na treguan se nuk ishim vetëm. Në këtë 10 vjetor, dua të them faleminderit me gjithë zemër në emrin tim, të motrave dhe gjyshëve të mi. Faleminderit Arbër, faleminderit çdo antari të ekipit të fundjavës ndryshe. Faleminderit çdo njeriu që kontriboi për ne. Dhe unë sot jam këtu para jush për të dëshmuar se kur dikush zgjedh të ndryshojë jetën e një fëmije, ai ndryshon një bezë të tërë. Nuk dua ta mendoj si do kishte qenë jeta jonë atje. Sot kemi mundësinë të vazhdojmë shkollën dhe gjyshit të na rrisin të qetë dhe fal ndihmës ekonomike që fundjava ndryshe na jep çdo muaj. Dua t'i them Arbrit se ne mbajtëm fjalën, u ritëm e u bëm vajza të mbara. Shtatë vite më pas, motra ime e madhja do na gëzoj këtë muaj me një nip dhe shtëpia do të mbushet sërish me të qeshura. Faleminderit nga zemra për gjithçka që ke bërë për ne, shpresoj që drita që na sollet të shkojë edhe qindra familje të tjera që presin. Faleminderit.